Përshëndetje shenja akrepit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi gjykimi, 10 kupat, 5 monedhat, vdekja. Kjo javë për ju fillon me një zgjim. Gjykimi vjen si një thirrje e brendshme, një moment ku ju nuk mund të vazhdoni më si më parë. Është sikur diçka brenda jush thërret për zgjim. Dhe në këtë zgjim, sikur ka një moment që shfaqet një ndjesi shumë e bukur me kartën 10 kupat. Ju shihni ose ndjeni një mundësi për lumturi, për përmbushje emocionale, për një realitet ku gjërat janë në harmoni. Mund të jetë një dëshirë, një vizion apo një moment i vërtet që ju bën të ndjeni atë ndjesinë e tipit kjo është ajo që dua. Por menjëherë pas kësaj, realiteti ndryshon ton. Me kartën 5 monedhat vjen një ndjesi mungese. Ndoshta mund të ndiheni të lënë jashtë, ndoshta ka një boshllëk emocional ose material ose ekonomik. Ndoshta diçka që ju e doni nuk është plotësisht e arritshme dhe kjo ju prek. Por kjo nuk është fundi, është kalimi drejt vdekjes. Pra, karta e vdekjes nënkupton një transformim të madh, një mbyllje e domosdoshme, një fund që hap një fillim të ri. Pra, në gjendjen tuaj personale duket se nga zgjimi me kartën e gjykimit, kalojmë te dëshira për lumturi me 10 kupat. Më pas shkojmë tek ndjesia e mungesës me 5 monedhat dhe nga aty kalojmë në transformim me kartën e vdekjes. Ju duket se po lini pas diçka që nuk ju shërben më, edhe nëse ajo ju dhëmb në zemër. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 3 monedhat, 8 kupat, 8 shkopinjt, perandoresha. Në familje, historia e javës fillon me ndërtim. 3 monedhat tregon bashkëpunim, përpjekje për të rregulluar diçka, komunikim praktik, ndërtimi një baze, por kjo nuk zgjat shumë në të njëjtën formë, sepse kemi 8 kupat. Dhe 8 kupat nënkupton për dikë që mund të largohet, që mund t'jeni ju ose dikush në jetën tuaj. Pra dikush largohet emocionalisht ose edhe fizikisht. Pra mund të ketë një distancim, një vendim për të lënë pas diçka që nuk e mbush më shpirtin. Dhe më pas gjithçka përshpejtohet me kartën e 8 shkopinjve. 8 shkopinjt nënkuptojnë zhvillime të shpejta, komunikim të menjëhershëm, ndryshime që nuk mund të ndalen dhe kjo situatë nuk mbetet në ajër sepse në fund kemi kartën e perandoreshës që nënkupton kujdes, butësi, mirëqenie, rikthim në një energji më ushqyese dhe më të ngrohtë. Pra në familje, nga ndërtimi me kartën e 3 monedhave, kalojmë tek largimi emocional me 8 kupat dhe nga aty shkojmë tek zhvillimet e shpejta me kartën e 8 shkopinjve dhe nga aty më pas përfundojmë te një stabilizim më i butë me kartën e perandoreshës. Pra edhe nëse ka largim apo tension, në fund ka një energji që kërkon të shërojë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 8 shpatat, 5 shkopinjt, mbreti i monedhave, budallai. Në dashuri, ju filloni nga një bllokim i brendshëm. 8 shpatat tregon se ju ndiheni të kufizuar, sikur nuk shihni qartë rrugën, keni mendime që ju mbajnë në vend. Më pas kemi 5 shkopinjt dhe kjo e bën situatën më të tensionuar sepse nënkupton konflikt,
përplasje, konkurrencë ose tension emocional, dhe kjo nuk është një energji e qetë, është një përballje. Por më pas shfaqet një figurë shumë e rëndësishme që është mbreti i monedhave. Mbreti i monedhave nënkupton stabilitet, një person serioz, dikush që ofron siguri dhe qëndrueshmëri. Kjo mund të jetë, pra mund të nënkuptojë një person konkret, ose mund të jeni ju vetë, ose një energji që kërkon stabilitet në marrëdhënie, pra duhet ky stabilitet. Dhe në fund kemi kartën e budallait që nënkupton një fillim të ri, një hap pa garanci, një rrezik emocional që duhet marrë. Pra, në dashuri, nga bllokimi me 8 shpatat, kalojmë te tensioni i 5 shkopimve. Nga 5 shkopinjt te stabiliteti i mundshëm me mbretin e monedhave, dhe nga aty pastaj hidhemi në një fillim të ri, duke hedhur një hap besimi me budallain. Për disa mund të bëhet fjalë se mund të ketë një lloj konflikti në dashuri për shkak të parave, pra mund të ketë konfrontime me personin tuaj. Por kartat këshillojnë se ju duhet të lini frikën për të hyrë në diçka të re, ose të rrezikoni në lidhje me diçka që ju e keni në mendje. Kalojmë tek puna. Në punë kemi temperanca, faqa e monedhave, 3 kupat, 2 shpatat. Në punë, ritmi është më i qetë, por jo pa vendime, sepse temperanca duket se sjell një balancë, duket se ju po përpiqeni të ruani ekuilibrin, po i merrni gjërat me maturi, shtruar, dhe është shumë mirë, duket se nuk po nxitoni. Dhe më pas kemi faqen e monedhave që tregon një mundësi të re, një ide, një fillim praktik që ka potencial, dhe kjo shoqërohet me 3 kupat, që nënkupton bashkëpunim, mbështetje nga të tjerët, një ambient më i lehtë me energji pozitive. Por në fund kemi kartën me 2 shpatat, edhe 2 shpatat nënkupton një vendim që po shtyhet nga ju, një zgjedhje që nuk merret ende sepse keni një lloj hezitimi. Pra, ju keni mundësi dhe mbështetje, por ende nuk po vendosni plotësisht. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi mister. E gjithë kjo javë duket se është e mbështjellë nga një energji shumë e veçantë, që është karta e misterit. Kjo nënkupton se jo gjithçka është e qartë, jo çdo gjë do të zbulohet tak fak menjëherë. Ka gjëra që duket sikur po zhvillohen në prapaskenë, dhe kjo lidhet fort me vdekjen që është një transformim i fshehur. Mund të jetë edhe kjo, ose me kartën e 8 shpatave që tregon mjegulla psikologjike, ose me kartën e 2 shpatave në punë që tregon hezitim, pra mosqartësi në vendime. Pra, pak a shumë kartat apo mesazhi që përcillet për ju është se ju nuk keni nevojë të dini gjithçka tani. Disa përgjigje do të vinë me kohën. Paçim.